Ka momente kur zemra jon lodhet duke pritur, kur duket se asgjë nuk ndryshon, kur lutjet tona tingëllojnë si fjalë që humbasin në ajër. Por fjala e Zotit na kujton, prit me durim në Zotin, ji i fort dhe zemra jote le të inkurajohet, po prit në Zotin. Pritja nuk është heshtje bosh, është koha kur Zoti po punon në fshehtësi, duke përgatitur zemrën tënde, duke hapur rrugën e duhur, duke sjellë përgjigje në kohën e përsosur të tij. Kur ti pret, nuk je vetëm. Zoti është aty pranë teje. Në çdo frymarrje, në çdo lot, në çdo shpresë që ende nuk është shuar. Mos e humb guximin. Nuk është vonë, është në proces. Zoti nuk harron asnjë premtim. Ai nuk vonon. Ai përmbush në kohën e tij. Le të lutemi bashk. Zot, më mëso të pres me durim, jo me ankth, por me besim, jo me frikë, por me paqen tënde, sepse e di që koha jote është e përsosur.